Ju njohim tani me titull kryesor të gazetave për ditën e sotme, e mërkur 3 dhjetor 2025. Gazeta Panorama mban titullin kryesor Pezullimi i Ballukut, kolegji kushtetues pa konsensus, akuzat e Ramës dhe kërkesa e Partisë Demokratike. Policia belge mbasti zyrat e EBE-s në Bruksel dhe kolegjin e Europës në Bryzh, arrestohet Mogherini akuza për mashtrim. Ish përfaqësuesja e lartë të BE-s dyshohet për përfshirje në abuzime tenderat e shërbimit të jashtëm të BE-s. Ringritja e Partisë Demokratike pas kafes me të votuarit Saliani nis sot nga Durrësit takimet me bazën të përndjekurit, lista skeme re për përshpejtimin e pagesave të dëmshpërblimit. Piktura, shqipja e Zamir Matit, ndërthurja e artit, simboleve dhe historisë. Opinion nga Gëzim Tushe, PD-ja midis shizmës dhe gerontokracisë. Një tjetër opinion nga Agron Haxhimali, alarmi i heshtur, kriza ujore në Europë. Një tjetër shkrim që mund të lexoni në gazetën Panorama, rrëfimi i Nalbanit dhe Stërmasit, bravo Bieri Tito, thirrjet në stadiumin 1970 që alarmua shtetin, arrestimet e tifozëve dhe lojtarëve të 17 nëntorit. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Panorama, do të vjojmë më tej me gazetën Dita. Titulli kryesor i saj: Kur Europa godet veten, nga Adrian Thano. Mogherini e dyshuar për korrupsion, shok për elitën e Brukselit, por edhe paralajmërim për të gjithë, përfshir vendet kandidate si Shqipëria, veçanërisht ata që po e përdorin si kallash politik. Kërkesa e kryeministrit Rama për zëvendësën Balluku mbetet në shqyrtim paraprak. Dosja për Veliajn, 60.000 faqe që s'mund t'i lexoj dhe një kryebashkiak në Kafaz. Llogaria, një i moshuar që jeton vetëm me pension, i bie të haj vetëm një herë në ditë. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Dita. Vazhdojmë tej me gazetën Telegraf. Titulli kryesor në gazetën Telegraf: Legjislacioni shqiptar në mjaft raste maskon individët duke ju vjedhur djersën dhe gjakun. Nga profesor Ilir Hebovia, trendi i ri i tregut të pronave janë blerjet masive të kompanive të huaja, sidomos në zonat bregdetare për investime. Siguria në rrezik, atentatet mbërthejnë Shqipërinë, autorët në drejtim të paditur, ja qytetet problematike që përgjakën nëntorin. Ligji i ri, kanosja dhe goditja, 1 deri në 5 vjet burg për dhunuesit e gazetarëve. Tabaku propozon ndryshime në kodin penal, 3 vite dhe kërcënuesve. Bankat në rrethin e kuq ja sipastrohen mbi një presje 2 miliardë euro të krimit në vit. Opinione dhe komente nga Ardita Bufaj, Maria Kalas mes skenës, dashurisë dhe pavdekësisë. Një tjetër shkrim nga Cafo Boga, trashëgimia shqiptare dhe rrugët e New Yorkut. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Telegraf dhe së fundmi vazhdojmë me gazetën Panorama Sport. Titulli kryesor i saj: Kapiteni, Lala ne ishim si iPhone 1, kjo kombëtare më e mirë. Ish futbollisti i përfaqësuesës shqiptare në një intervistë ekskluzive, disa lojtarë meritojnë më shumë, historike fitoria në Serbi. Derbi, si shpëtim për Dajën dhe Nuhiun. Sot ora 19:30 Dinamo Tirana përballë në sfidën që mund t'i nxjerrë nga kriza. Blut dhe bardhëblut nuk shijojnë 3 pikë që nga derbet me të kuqt. Teuta Elbasani ora 16:30. Kotobelli paralajmëron Elbasanin, Gvozdenovic pa frikë. Partizani Bylis ora 16:30. Kërnaja garanton, Josa planifikon surpriza në fushë. Kampionët, ndryshime, çdo ndeshje e Gnatja është kameleonia. Flamurtari, Laluci, ekipi limituar dhe me mbrojtje për të ardhur keq. Vllaznia, Bersheni, kjo krizë momentale, fitoria ndaj Vorës është detyrim. Kategoria e parë, përplasja në krye dhe panik në fund, java që s'fal askënd. Formula 1, Norris mbrohet me pikët, Max vjen si peshkaqen. Trajneri, tronditja, Tetova operohet në zemër. Këto ishin dhe titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme.